thjesht I bën Këshillëk Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U thotë që meqenëse më doni ju, unë kam Kinën. Në fakt, atë ka pasur deri më sot dhe atë ka deri tashti që është në pushtet Edi Rama. Është Kina që e mban në pushtet. Janë parat që I jep Kina dhe Moska. Dhe unë nuk kuptoj një gjë, pse vonohet Amerika për ta arrestuar. Pse lejon Spaku, që u pretendua dhe u tha që është krijesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në fakt, pse nuk bën detyrë në Spaku? Pse nuk kërkon llogari Amerika Spaku ti thotë, ai këtu ti zotëri dumduman, edhe ti tjetri ti shkencëtari që na shpike atë falsifikimin intelektual. Pa hajeni këtu pse nuk bëni arrestime ç'kini? Pse nuk e thrasin atë Peleshja pe pambuku, për çaj është ai. Ti thon aty hajde këtu, je kryetari I parlamentit, pse nuk e zbaton kërkesën e gjykatës të Spaku që ti hiqet imuniteti asaj zonjës. Pse nuk mbledh parlamentin? Po këta I bëjnë zonjë I shtyjnë se kanë mundësinë që I shtyjnë sepse I toleron vetë Amerika. Se po të mos I toleron të Amerika, ta me vrap do firmosin. Siç firmosën atëre me një SMS të ati Donald Lulushit, që kja I kinezi që kja ambasador Amerikan. Po, 2016, po. Ashtu, të 120. Dhe kam deri të them që ndëgjusve tuaj, që në 2016 atë natë që është bërë votimi, gjysmore përpara më kam qenë I ftuar te Ora News dhe kam thënë, nuk do bëhet reformë drejtësi, dhe nuk u bë, dhe praktikisht nuk u bë si reformë, ke një eliminim, ke një asgjësim I kundërshtarëve politik në drejtësi të Edi Ramës. Pik. Zoti Islami, duke u ndalur te konferenca e sotme e kryeministit Edi Rama, si e kuptoni në optikën tuaj këtë fjali të tij I cili thotë se ose I cili tha sot më saktësisht në pranita të ngarkuarës me punë në Tiranë të Shtetet Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn, ku deklaroi se unë nuk besoj se një dekadë më parë do ta imagjinonte ndokush që Shqipëria do të bëj palë me Emiratet e Bashkuara e Italinë. Po të mos ishte Shqipëria e rëndësishme, potencialisht kinezët nuk do I kishin vënë syrin dhe konsideronin Shqipërinë si pikën e mjaltit në të gjithë Europën. Çfarë do thotë kjo fjali e Edi Ramës? Ja ka deklaruar pastër fare, ne jemi me Kinën, pik. Dhe këtë rrugë me Kinën aty ja ka shtruar administrata e Bidonit. Dhe ky atje mbahet akoma, ata e mbajnë, ata e mbështesin. Prandaj unë mbeta në çdo intervistë tuaj dhe të kolegëve tuaj duke thënë, përse Amerika nuk ndërhyn, se kuptoj. Pse I lën akoma në pushtet? Pse I lën të vjedhin akoma, se këtë s'po kuptoj, se këta ditë për ditë po vjedhin. Doli fare, po e them të më fali qytetarët, po doli dobiçi në llogara, u shpërthye ujit në tunel. Kush do përgjigjet? Pse nuk arrestohet ndërtuesi, I pari, ndërtuesi të arrestohet. Pastaj ai kush e ka marrë tenderin e më thash, asgjë, ai Spaku s'po lëviz, pse nuk lëviz? Sepse do dalë Edi Rama në të tëra ato pislliqe, ato krime që janë bërë në ekonomi. Dhe kështu që Edi Ramën e mbrojnë kinezët dhe Amerika rripën se pse tërmet nga Kina, se di, dhe ta thonë. Tërmet nga Rusia dhe ta thonë, por nuk ma merr mendja se tërmet, se Amerika nuk është që tërmet. Pra Amerika shikon, thotë ama se s'ka gjë se qetësh gjithë në Shqipërisë, s'ka pyet puna. Jo zotëri amerikan, jo zonja Nancy, nuk se qet fare Shqipëria këtu. Jo vetëm që nuk se qet, po në çdo moment është shpërthyese. Ta dini zonjë. Zoti Islami, si mendoni, ai ka bërë Edi Rama një sfidë hapur Shtetet Bashkuara të Amerikës teksa uli në krah të Nancy Van Hornit Belinda Ballukun, të cilën Spaku dhe gjykata posaçme ka konsideruar tashmë si të pandehur dhe kërkon kuvendit arrestimin e saj. Bravo I qoftë Edi Rama, stallet me Amerikën, I lumë, të shkon gomari në urë, thot populli ynë. Bravo I qoftë. Ja urdhoj, ja tek janë. Ka ai më pasë se që ka bërë sot pislokun, nuk ka ku shkoj më. Kjo do thotë që ai ka një mbështetje të fuqishme. Dhe kjo mbështetje të fuqishme ti nuk ishte Kina dhe te Rusia, sa që thash më para.
është brenda në Amerikë. Është brenda në Amerikë, prandaj administrata amerikane aktuale të kontrollojë të shikojë kush e mbështet Edi Ramën, kush e mbron Edi Ramën para krimit që ka bërë duke rekrutuar numrin 2 të FBI-t në New York. Këto duhet shikojë Amerika, edhe të mos thotë ja mos ka gjë se me që ka qetësi dhe s'ka problem. Ka problem dhe problemi shumë i madh. Zoti Islami, në këtë rast si mendoni, cila duhet të jetë përgjigjja amerikane teksa vazhdimisht administrata e Donald Trump ka kërkuar luftën ndaj trafikut të drogës, luftën ndaj korrupsionit dhe ka hartuar dhe i projekt ligj kundrejt Ballkanit Perëndimor në këtë rast? I ka të tëra dokumentat e të tëra provat i ka se kuptoj pse nuk vepron. I ka të tëra provat, duke filluar që nga Zibraka, i ka prova ka pa fund Amerika. Këtë s'po kuptoj pse nuk vepron. Çfarë ka ndodhur? Çfarë po ndodh? Nuk e di, jam ligjën ta gjej këtë. Se provat i ka. Atëre pse nuk vepron? Është pyetje që po e bëj për të disa të herë dhe s'po marr përgjigje. Ta thonë pse nuk vepron. Mos ndoshta e ka lënë në një moment caktuar për të goditur një nga një liderët autoritar të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke qenë se Aleksandar Vučić deklaroi se me shumë gjas Serbia do shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Serbia zotëri ka mbështetje Rusi. Ne s'kemi mbështetje, ne mbështetjen e vetme që kemi shpresojmë se kemi vetëm Amerikën. Nëse Amerika nuk na mbështet, atëherë ne jemi të mbaruar. Ne jemi të parmatosur. Ne në pushtet kemi shtetas grek. Kemi shtetas grek. 3, jo 1. Dhe kemi trekëndçin e Ministrisë Mbrojtjes. Ministrin dhe 2 zëvendës ministrat mbrojtjes. I ka greku. Qa bën Amerika në këtë rast? Zoti Islami, cilët janë ato vende, po themi nga e merr fuqinë Edi Rama dhe kush e mban ende në pushtet me gjithë këto skandale? Apo është opozita e dobët dhe shqiptarët që nuk ngrihen në protesta? Jo. E para është Amerika. Këtë administrata e zotit Trump ta kërkoi problemin e Edi Ramës në Amerikë. Ta krijoi tek ajo gruaja e tij si e quajnë të Bilalit. E ta kërkoi te gjithë ato pislëqe dhe maskarallë që tjera që ka bërë Edi Rama dhe Amerika hesht. Ne nuk kemi budallit mos e shikojmë që ai mbështetjen e ka në Amerikë. E ka në Amerikë mbështetjen, pik. Ta gjejnë ku flën lepuri në Amerikë. Unë po e them tull fare, pas të fare. Ta dëgjoj zonja e ngarkuar me punë, zonja Nancy. Ta dëgjoj dhe ta dëgjoj mirë bile. Dhe unë bëj thirrje punojësve special që janë pra të punë në ambasadën amerikane në Tiranë, që këto që mund t'ja çojnë dhe të gjejnë ku e ka mbështetjen në Amerikë Edi Rama, se mbështetjen e ka atje. Zoti Islami, ndërkohë ambasada amerikane dhe konkretisht e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane Nancy Van Horn ka pritur kryetarin e gjykatës kushtetuese në një vizitë që ajo ka zhvilluar në ambasadë, ku është theksuar midis të tjerave dhe lufta ndaj trafikut të drogës. A mendoni se ky është një mesazh mbi atë që do të ndodhë në 22 janar, ku gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në seancë të hapur çështjen e Belinda Ballukut, konkretisht ankesën e Edi Ramës? Në mos gaboj, kryetari i gjykatës kushtetuese është Ina Rama, apo jo? Jo. Nuk është Ina Rama. Zonja Nancy duhet të pastrojë gjykatën kushtetuese nga agentët e sigurimit shtetit të dokumentuar dhe të publikuar 2-3 ditë të fundit. Ina Rama, që është në gjykatën kushtetuese, ka qenë agente e sigurimit shtetit. Pik. Pra gjykata kushtetuese është e komanduar ekskluzivisht 100% nga komunistët shqiptarë në pushtet. Dhe ajo pa zgjidhur këtë problem nuk bën dot gjë tjetër. Kështu, ajo zonja që është kryetare e gjykatës kushtetuese sot në Shqipëri, ajo ka mbështetjen edhe presionin dhe mbështetjen e Edi Ramës. Se Edi Rama është diktatori, më diktator se Enver Hoxha. Pse them është diktator? Dhe asnjë s'ka guxim t'ia thotë. Edi Rama pushtetin legislativ e ka ai, e komandon ai parlamentin. Komandon ai qeverin,
komandon ai drejtësinë, komandon ai median, atëherë çka kishte më pak Enver Hoxha nga këto që ka ky sot? Asnjë s'kishte më pak. Bile jo dhe kaq me kaq egërsi sa i ushtron këto pushtete. Pra Edi Rama sot është diktatori i fundit në Ballkan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të rivendosin demokracinë në Shqipëri. Jemi në vitin 90 zotëri. 1990 duhet të rrëzojmë diktaturën. Pikë. Për këtë duam ndihmën e ambasadës amerikane dhe të Shtetet e Bashkuara.